Albulena Agjiu, ju kishit filluar, kishin mbajtur disa herë seanca edhe pa praninë e partive opozitare, edhe atëherë kur e dinit se numrat nuk janë të mjaftueshëm. Dua vetë të bëj një krahasim mes dy rrethonave, ndonë se janë në periudha të ndryshme kohore dhe rrethona treja politike, atëherë për kryeparlamentarin tash po nuk po mbahet seanca për çështjen e presidentit, megjithatë atëherë nuk i kishit numrat dhe seancat po mbaheshin. Tashmë që i keni numrat e mjaftueshëm, sepse realisht edhe për këtu ka aludime në rast se janë ose nuk janë, që do i diskutojmë edhe më tutje, nuk po ftohet një seancë. Pra këtu është ky paradoksi edhe më pas edhe po shkaktot konfuzitet tek qytetarët, cilët realisht kanë vështirë dallojnë se çfarë po ndodh me klasën politike në vend. Atëherë, sa i përket çështjes së parë, e përmendet edhe shumë domethënë që çish ka funksionuar domethënë ideja e zgjedhjes së kryeparlamentarit, edhe sa herë është dashur të shkojnë domethënë edhe që e ka bojkotuar domethënë opozita në gjatë të tillë. Si rrjedhoi si rezultat patëm zgjedhjet të jashtëzakonshme. Domethënë, një skenar të tillë lëvizjave vendosje nuk dëshiron ta realizoj prapë. Edhe duke marrë parasysh këtë situata, ju përmend shumë mirë edhe numrat. Është e vërtetë që lëvizjave vendosje ka dalë partia e parë fituese. Edhe duke qenë se kemi numrin më të madh të deputetëve në kuvend, po flasim për 53 deputet, normalisht që duke qenë se kemi edhe numrin më të madh të deputetëve në kuvend, kjo normalisht na atribon edhe neve përgjegjësi më të madhe për të sjellë në zgjidhje stabile politike në Kosovë. Edhe si e tillë, 53 deputet nuk do të thotë që janë 80, që domethënë për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës së Kosovës na duhen këta numra. Edhe në rast se deri aty jeni korrekt, mirë po 61 për të konstituar kuvendin janë apo jo? Po, për çështjen e qeverisë, tashmë zotëri Kurti ka pranuar që janë numrat. Por ideja është që ne e dimë që nëse nisim me ide vetëm të shkojmë drejt tek zgjedhja konstituimi i kuvendit edhe mandej formimi i qeverisë, ne e dimë që kanë pret mandej me zgjedhjen e presidentit. Edhe në rast se paraprakesh nuk kemi marrëveshje politike për presidentin apo presidenten, automatikisht i vjen që ne me vetëdëshirë po shkojmë në zgjedhje prap. Edhe duke qenë se nuk është një skenar, thash edhe më herët, nuk është një skenar që e dëshiron askush prej nesh, përfshi politikanët, botën e politikës, po ashtu edhe popullin e Kosovës. Për këtë arsye kemi negociata të vazhdueshme që me shpresë do të rezultojë me diçka konkrete në mënyrë që të shmangen një cikël i ri zgjedhor që është i Krenore, më lejo t'ju pyes për atë se fundmi ka pasur zëra që mos konstituimi dhe mos thirrja e vazhdimit seancës për të konstituar kuvendin dhe për të formuar qeverinë, mund të ketë deri diku lidhshmëri dhe mund të jetë si rrjedhoja asaj që lëvizjave vendosje nuk i ka numrat as për konstituim, as për formim të qeverisë. E kam fjalën disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumicë mund të mos jenë pro një qeverie të re Kurti. Jo, në thashë edhe në përgjigjen paraprake. Keni dëgjuar për këto? Fatikisht flitet gjithçka, prej opozitës normalisht e presim edhe skenaret të ndryshme, por ajo që qëndron është që nuk është probleme, nuk ka qenë asnjëherë problemi tek përzgjedhja apo formimi i qeverisë dhe konstituimi i kuvendit. Problemin pra e kemi